Mirëmbrëma të gjithë dhe përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, si çdo mbrëmje tjetër nga e hëna deri të premten, pak pas orës 18:30 minuta në ekranin e televizionit shqiptar, në programin e çdo pasdite mbrëma paralel në TVSH. Sot nuk e di nëse ju ndani të njëjtat mendime me ne, po do të flasim për javën e martesës, për institucionin e martesës. Në fakt, a ka nevojë ky institucion për një javë në vit, apo është më e rëndësishme që të kujdesemi për të në 365 ditë të vitit? Do të ketë të ftuar shumë interesant, një pjesë e panelit është ulur me ne për të na rrëfyer një pjesë të historisë të tyre personale. Unë në fakt po e këmbëja përvojën time të ditës së sotme dhe me të ftuarit në studio, ku sot gjatë gjithë ditës kam takuar miq të mi të martuar, edhe burra, edhe gra, për të kuptuar se si janë përvojat e tyre. Diku takova një mik me mjekër. Edhe I thash, ishe mjekrën se ndryshe do përfundosh në divan sot, nuk të pranon gruaja. Dhe më tha, edhe ju gratë nuk si jeni më mirë, nga skrapi dhe gjithë përkujdesja për veten që keni, vishni një palë pijama dhe ngreni tuta deri këtu, kështu që baraz jemi. Në fakt, si duhet shpëtuar martesa dhe nga këto gjëra që duken të vogla dhe pa rëndësi kur vjen puna, kur rriten prioritetet, ndryshojnë ato, vinë fëmijët, është kosti kredis për të paguar. Por martesa mund të shpëtohet njësoj si ditën e parë dhe mund të ketë të njëjtin ritëm, respekt dhe dashuri si ditën e parë. Së pari për përvojat personale të tyre, por edhe për mënyrën se si e promovojnë institucionin e martesës, është shumë kënaqësi që me mua në studio sot janë dy çifte vërtet shumë simpatik, me të cilën unë kam kaluar një pjesë të shkurtër të pasdites. Në të djathtën time dhe në të majtën tuaj, unë përfitoj nga rasti për t'ju uruar mirëseardhjen në studio zotërinjve Niki dhe Ylli Doçi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ju falenderoj që jeni këtu. Në të majtën time edhe në të djathtën tuaj, zotrinjt Jorid dhe Ned Speaker. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Do ta nis me ju, jo se gjithmonë shkojmë majtas ne, politika shkon majtas djathtas, po me që ju jeni më shumë se tanët, ju jeni më shumë shqiptarë se ne, po me që keni një përvojë më të shkurtër në Shqipëri, po themi, pavarësisht se 22 vite janë jetë shumë e gjatë. Si keni ardhur ju në Shqipëri 22 vjet më parë, Jorid? Po, unë erdha në vluar për para 22 vjetë për të punuar me një skuadrë atje, duke ndihmuar njerëzit, por edhe për të hapur një kishë ungjëlluar atje. Ky ka qenë qëllimi? E keni ardhur si vullnetar, ne? Unë erdha në ato kohë nga Greqia, sepse jetova në Greqi për 3 vjetë. A e kuptova, prandaj ju I njihnit përshëndetjet parakalo, tipota, etj. Edhe unë erdha nga një drejtim tjetër, isha në Hawaii, edhe erdhëm këtu në 92 me disa skuadra dhe 93 në Vlorë për të banuar, edhe bashkova në atë skuadrë bashkë me Juridën, edhe atje jemi njohur. Me njëri tjetrin, njohja është një gjë, ndërsa vendimi I rëndësishëm për të martuar, për të bërë familje dhe për të pasur trashëgimtar, është ndër vendimet më të rëndësishme që mund të marrë njeriu. Ju joshte ideja që ishit të dy të huaj, apo nuk ishte rëndësi? Partneri mund të ishte edhe shqiptar, përderisa ju kishit vendosur të jetonit këtu. Kjo është pyetje mirë se në fillim, në 92, 3, 4, ishte një kohë vështirë dhe në Vlorë kishte plot vështirësi radhë për bukë edhe kishim shumë nevojë për njëri tjetrin në skuadër. U miqësuam shumë ngushtë me njëri tjetrin. Erdhën gjërat gradualisht. Po, gradualisht. Në fakt nuk ishte love at first sight, në dashurinë shikim të parë, por kur ram në dashuri, kur kuptuam që donim njëri tjetrin, erdhi ata pikpyetje që a është vetëm se jemi të vetmuar, apo shumë nevojtar, edhe në fakt morëm pak kohë edhe jashtë Shqipërisë, edhe në vendin tonë, kjo është nga Norvegjia, unë Amerikan, për të provuar, a është dashurie vërtet. Ka keni jetuar për ca kohë larg njëri tjetrit për të kuptuar nëse ishte dashuri, apo ishte nevojë për të patur afër një person me të cilin të ndanit dhe të luftonit vetmin, po themi. Sa kohë u desh Jorit për të marrë vendimin e martesës? Në fakt nuk ishte një kohë shumë e gjatë, ishte vetëm 2-3 muaj, edhe pastaj ku vendosim edhe... Kishit frikë juve se martesa është institucion I bukur, por është institucion I panjohur për njerëzit që nuk janë martuar më parë? Jo, në fakt unë nuk kisha shumë frikë, sepse e kisha shembullin e mamit dhe babin përpara syve, edhe mendova ata kaluan shumë mirë, edhe mendova që Nedi ishte quni mirë, edhe nuk kisha shumë frikë. Në fakt quni mirë rezultoi. Kaq vite dhe që e respekton martesën njësoj, pavarësisht se mund të ketë qenë më I ri, mund të ketë qenë pa fëmijë. Sot Jorida dhe Ned janë prindër të 3 fëmijëve adoleshentë që kanë ato problemet e tyre, mosha që ka të tjera kërkesa. Ndërkohë, juve, Niki dhe Ylli si jeni njohur, e nisi me zonjën përpara? Jemi njohur kur erdha në Shqipëri në 92. Erdha unë me institutin jetë e re për një projekt që ishte vetëm për verën. Atëherë jemi takuar për herë të parë. Ylli, ma më bëri përshtypjen në bisedën paraprake që ju thatë
Niki ka babajn nga Norvegjia, prandaj dhe kanë shkuar mirë, po themi. Më kujtova se i ke zgjedh nga që ngjajnë me njëra tjetrën. Jo me thënë drejtën, tërësisht rastësi. Shiko, janë shumë të rrallë njerëz që thotë që flasin bukur për martesën, më beso. Por Niki ka babin nga Norvegjia, po ai ka shku në Amerikë, ka lindur në Amerikë, po Norvegjia i kishte të dy prindrit, që erdhën aty. Kurse mamin e ka Gjermane, që edhe ajo lindi në Amerikë, po edhe ajo ishte brezi i parë që ka ardhur në Amerikë. Jeni njohur këtu? Me Nikin? Patjetër. Unë jam djalë Shqipnie. Ku kishte mundësi me hik? Jo, e di pse se çkam një përshtypje që ndoshta njerëzit që po na dëgjojnë dhe po na shohin tani, po na paragjykojnë me variantin e tipit. Po normal u shkon mirë këtyre se janë gjysmë të huaj. Pse kështu? E keni dëgjuar dhe ju këtë paragjykim? Po, patjetër, patjetër. Shqiptarët nuk mund t'i akuzojnë njëri që nuk e vlerësojnë martesën. Shqiptarët janë shembull i mirë edhe sot. Madje Amerika nuk është aq shembull i mirë sa që janë shqiptarët për martesën. E vlerësojnë martesën apo a ka mbledhur martesa? Me variantin që nëse martohemi, çfarë do lloj gjëje që të ndodhi rrugës së martesës, tash ne duhet ta mbajmë këtë për hir të fëmijëve, për hir të njerëzve, për shumë hire. Po, ajo është mençuri e jetës. Nuk ka ne gjë të keqe që ti kupton për hir të fëmijëve, për hir. Ajo tregon një kuptim të mirë për jetën. Nuk je egoist, nuk po mendon vetëm për veten tate dhe për qefet e tuja. Ajo është shenjë pjekurie. Prandaj shqiptarët nuk mund t'i akuzojnë njëri që nuk janë të respektueshëm në qëndrimin e tyre ndaj martesës. Janë shumë të respektueshëm, sepse martesa në Shqipëri është më e shëndetshme në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, se sa në disa prej këtyre vendeve që ju ka marrë koka erë me mendimet fëminore të vrapimit pas kënaqjes së vetes tënde. Ky është problemi kryesor në martesë. Ndërkohë vendimi për të martuar, shpesh herë thuhet që do të jeti pjekur shumë në kohë etj. Në fakt nuk pas ka receta. Ne kemi një vendim martese, po themi, për një kohë shumë të shkurtër që nuk pas ka marrë vite për të bindur. Si e ndjen njeriu vendimin? Kur e ndjen? Duhet kesh parasysh që ata kanë një njohje të njëri tjetrit, kanë një njohje të botë kuptimit të njëri tjetrit, më kupton? Madje janë seleksionuar aq shumë sa që kanë ardhur në të njëjtën skuadër me të njëjtin qëllim, ka një domethënie shumë të madhe. Pra, vendimi është tremujor, po jo njohja tremujore, po thoni ju. Eksakt, dhe nën kuptimet e kuptimeve të secilit për shumë gjëra kanë qenë të qarta për ta. Nga ana tjetër edhe për ne mund të mendoje të njëjtën gjë. Ne jemi njohur në 92-shin, por deri në 96-ën, Niki nuk ishte kandidatja për martesë për mua. Më kupton? Ishte një motra ime e mirë. Ishte një nga shoqet e mia shumë të mira. Dhe këto 4 vite ishin një kohë e çmuar për ne, për ta njohur njëri tjetrin në aspekte të ndryshme. Dhe pastaj kur mu më shkoj menja me u fejue, unë nuk këndoj do të këngën tani, se nuk kam do një talenti pas zbuluar më ka shkumenja me u fejue. Po du tem, kur mu më shkoj menja, nuk u desh mua shumë kohë pastaj. Edhe për ne ishte një kohë shumë e shkurtër për të lidhur bashkë në martesë. Thuhet se partneri njeriu mund ta njohë në martesë, po ndërkohë ju thoni që 4 vite. Ç'a kishte ndryshe pas martesës, Ylli? Ç'a kishte ndryshe? Vetëm gjëra të mira. Jo, në fakt ishte shumë gjaj mirë që ne kishim 4 vjetë shoqëri, miqësi, që s'na shkonte mendje për njëri tjetrin. Unë isha shoqe shtëpie me motrën e Yllit, kështu që ai vinte, më shifte duke laç cimenton. Më fal, do me thënë ti pas ke shmangur dhe këto marrëdhëniet me kunatat, se duke qenë shoqe, edhe pjesa tjetër e familjes duket si më e ngrohtë, pra jo vetëm partneri, jo vetëm bashkëshorti, po edhe këto traditat që themi ne apo kunata, prandaj e ka emrin kunata se ndryshe e kishte kodita, etj. Ti pas ke ezauruar në një marrëdhënie miqësore për te marrëdhënies me Yllin. Po, njifsha gjithë familjen e tij para se të martoheshim, që ishte shumë gjë e mirë, se duke e njohur familjen e tij, njihje edhe më shumë Yllin. Po ishte e natyrshme, nuk ishte e qëllimshme. Patjetër. E di si më ka mush mendjen Niki mu për ta, në fakt, nuk ishte fillimi i marrëdhënies. Pa të nxitur, po. Vetëm kur e kam pa një ditë, ishte dimër, dhe kjo banonte në një shtëpi private tiranase, dhe shkoj me taku motrën time tek shtëpia ku rrinin bashk, dhe hap derën Niki me duart e skuqura
duke larë cimenton e oborrit me lec. Tani 92-shin e keni parasysh? Po, nuk ka patur shkopinje tjere. S'kishim atë? O, thashun, kjo që i ka nuse për shpi. Pra, të të thoja, ti e ke menduar që nusja jetës tonë duhet ishte përveç të tjera është një nuse një koqire. Por jo që ne për punë të kemi marrë, thjesht duhet a kishte dhe këtë vlerën. Nuk e mendova në fakt, por që më bëri përshtypja është e vërtet. Ju nuk keni patur raporte të traditës shqiptare të Kurnatit të Vjerrit, por Nedi në bisedën paraprake po më shpjegonte që ka rastisur një herë në një ceremonim duke të rastësisht martese dhe çfarë ke menduar për nusën që qante ndërsa dilte nga shtëpia? Ishte krejt gjë e traumatike, tamam këtë gjë e huaj për mua. Si është e mundur, mendova në atë kohë. Por kuptova që Shqipëria ishte një tjetër botë për ne që jemi rritur në Amerikë ose në Evropë edhe kështu. Jori, si ishte jeta juaj më pas? Puna, shtëpia, të afërmit, po themi largë, vjen fëmia, ndryshojnë prioritetet, ai rritet, do shkojnë në shkollë. Është një kalvar i gjatë që nuk flasim më për dy të rinj, që kanë përgjegjësi për veten edhe për njëri tjetrin, por përgjegjësia shtohet tani më se jeta ka ndryshuar. Po, edhe patjetër ka qenë sfiduese, sepse kemi qenë shumë larg familjes tonë, nuk kemi patur ato mbështetjen që shumë shqiptar ka gjyshin që dikmon ose dikush tjetër. Që kjo ka qenë sfiduese, por në të njëjtën kohë unë mendoj që kjo edhe na ka ofruar më shumë me shqiptarit, sepse kur jetuam në Vlorë, kishim konvikti shumë afër, erdhën gjithë çupat që ishin për infirmieri edhe kemi shtëpia jonë unë gjithmonë them që ka qenë si stacioni i trenit. Vinë ankohen që kisha rumur, por thashë s'ka gjë, rregulloni juve shtëpinë nëse do. Ka qenë bukur. Keni krijuar këto raportet miqësore, po themi. Po, edhe patjetër kam patur edhe privilegjin që kam qenë në shtëpi me fëmijët. Nuk kam qenë në punë, por puna ime ka qenë shumë ndryshe, sepse me shumë punë kam bërë. E menaxhoje vetë kohën tënde. Po. E menaxhoje vetë kohën tënde. U bët ju më shqiptar se shqiptarët, apo rrethi juaj u amerikanizua pak? Çfarë ndodhi? Unë mendoj që jemi munduar të bëhemi shqiptar, edhe shpeshherë ne prezantohemi që jemi nga Vlora, jam rritur në Vlorë, ose jemi bërë me grop. Okej, vlonjatët dhe gjoksin me grop. Po, nuk, edhe pse banojmë në Tiranë, jemi vlonjatë edhe kështu, por jemi munduar të mësojmë gjuhën, të mësojmë kulturën, të mësojmë shumë gjëra nga shqiptarët, jo vetëm të vim me mësime për të dhënë. Po. Kemi marrë shumë. Martesa është ylli çështje fati, pra fati mirë ose fati keq. Nuk besoj se një person hyn në një marrëdhënie martesore me idenë që një ditë, pas 1, 2, 5 apo 10 vjetësh do ndahet. Se po ta di këtë, nuk hyn fare në martesë. Do shpresonim. A pse mund të ndodhë kështu, marrëdhënie me kompromis? Po kujt. Por jam dakord me ty që sa do të mundohesh ta njohësh personin tjetër, nuk mundet të jesh i sakt dhe nuk mundet të jetë e garantuar që ai është personi si që mendon ti. Do më thonë, unë kam bindjen që është Perëndia, ai që i jep hir në syt e saj për mua. Nuk jam unë aq i Zoti. Ne na duket sikur e zgjodha unë Nikin. Por e vërteta është fat që thua ti, sepse pse Niki dhe pse unë? Me njëri tjetër. Me njëri tjetër. Kjo nuk ka na shkalon nevojën që ne të kemi syt hapur kur lidhemi me njëri tjetrin. Por në një masë të madhe na gënjen mendja kur mendojmë që e kam zgjedhur unë këtë. Janë një kompleks shumë i madh faktorësh. Se fillojmë të bëhemi pak posesiv pastaj në këto raporte ndërpersonale me partnerët. Por kjo duhet kthehet në avantazh në martesë. Kjo duhet kthehet në avantazh që në fakt, meqense nuk e kam zgjedhur unë, kjo ishte e zgjedhura për mua, e zgjedhura e dikujt që e dinte më mirë se unë. Se çfarë i përshtatet ju? Duhet kthehet në avantazh. Mua më pëlqen shumë kjo pjesa e përshtatshmërisë dhe e përputhshmërisë për cilin ne po flisnim, sepse më bëri përshtypje edhe në fillim të programit kjo shpreha. Ajo që ka rëndësi për ta bërë një martesë të lumtur, nuk është se sa përputheni me njëri tjetrin, por se si merrni me mospërputhjet tuaja. Një shprehje e Leon Tolstoit, ndërkohë që ne gjithmonë, Niki, kur kemi marrëdhënie jo të suksesshme në martesë, themi nuk përputhemi. Ja vendosim fajin mos përputhshmërisë. Por i bika që dhe kjo mbaka nën kontroll në një farë mënyre. Bile kjo është sfida, të qenit jo dhe aq i përputhshëm me tjetrin, apo jo? Po, toleranca, nuk e di çfarë bën një marrëdhënie të suksesshme në një rast si ky. Unë besoj që
është shumë kyç për kushtimi. Se çdo njeri do të ketë problem me tjetrin, se nuk do të mendojmë njësoj në gjitha gjërat. Por është për kushtimi që unë them që unë jam bashkë me yllin, edhe derisa vdekje të na ndaj, ne do jemi bashkë. Pavarësisht nga probleme, pavarësisht nga sfidat, ne do të diskutojmë, jemi të përkushtuar. Edhe ajo më jep mu liri në martesën tonë, që të jem ashtu si që jam, të diskutojmë lirshëm për mendimet, për sfidat. Për atë shko të jemi të Për çfarë përkushtuar. debatoni ju? Nuk besoj se është kaq fush me lule. Sigurisht që nuk është, sepse jemi të ndryshëm, por tani që jemi me fëmijë, për shembull, fëmijët janë një burim i madh diskutimi. Në cilën moshë keni fëmijët ju? 15 dhe 13. Në jetë të gjatë të dy. Faleminderit. Kështu që mënyrat se si do merremi për t'i edukuar, për t'i trajnuar, që t'jenë të përgjegjshëm, që t'jenë të respektueshëm dhe që t'jenë të suksesshëm në punën e tyre në shkollë, kemi ide të ndryshme, kemi personalitete të ndryshme, kemi ndjeshmëri të ndryshme ndaj fëmijës dhe mendoj që pavarësisht se mund të bim dakord në mënyrën se si shprehemi, në gjërat që ndodhin, Ka debat konstruktiv në kërkim të zgjidhjes në fund. ka shumë, ka shumë. Jorid, në Shqipëri ka një lloj stereotipi që nëna kujdeset për fëmijën. Babai del në punë edhe kujdeset për të ardhurat. Nuk e di se sa baba të mirë mund ta bëj një burr kjo dhe sa mund ta bëj nënën posesive, se duke qëndruar gjatë gjithë kohës me fëmijën dhe duke mos qenë të barabartë në procesin e rritjes së tij, duket sikur dhe ky është një element për të bërë debat midis çiftit të martesë. Si e keni zgjidhur ju? Ke shumë të drejtë, sepse do shta edhe do njerë ne mendojmë që jemi me mirë, pa tjetër ne kemi me shumë njohuri, sepse unë kam bajtur edhe fëmijët kushëritë, kush e di, kam me shumë provoje, edhe kur u martova. Edhe kjo është një pikë pyetje madh që unë kisha kur u martova me Nedin, sepse ai është quni i madh në shtëpi, edhe mendova ai Asa ka ide se se vjen kalama. Jo, edhe ai si duket një Bebelino. Ndoshta s'ka parë në jetë. Jo, por ne kemi folur shumë për këto gjërat edhe unë vendosa që tani Nedi, në fakt Nedi është një baba shumë e përkushtuar edhe shumë i mirë, edhe kur fëmijët ishin të vegjël, unë thosha që Nedi do të merret me fëmijë ashtu si ai do. Jo me instruksionet e mia, patjetër nëse ai do kishte një pyetje ose dijet e pasigurt, do të më pyete. Krijon një lloj pavarësie, po themi në raportin Po, që mos e korrigjoj gjithkohë, sepse asnjë nga neve nuk kemi dëshirë të jemi korrigjuar për çdo gjë që bëjmë. Sepse asnjë nga ne nuk është perfekt, Unë mendoj që një baba mund të jetë aq i mirë si një mami për fëmijët, edhe fëmijët në fakt kanë shumë nevojë për baballaret e tyre. Lufta me stereotipin është shumë e vështirë, Niki, me për këtë që po flisni, pra babai jashtë, nëna në shtëpi për të kujdesur etj. Pse nuk është vetëm një individ, është një stereotip i tërë në të cilin duhet luftosh edhe duhet përballesh pastaj dhe me njerëzit e tjerë. Ju si e keni realizuar në shtëpinë tuaj? Si e keni ndarë përgjegjësitë prindërore? Po ne kryesisht në martesën tonë ne shohim që martesa është që të punosh në skuadër. Si një skuadër futbolli, secili ka pjesën e vet, rolin e vet. Nëse janë të dy me një rol, ka probleme. Kështu që ne edhe si që tha edhe Jorida, ne kemi të dy përkushtim që të merrem me fëmijët, por unë kuptoj që ylli është krye shtëpisë. Unë e la atit me pas fjalën e fundit nëse kemi... Po perdet i zjedh ti të shtëpia, ama. Perdet, koltuqet... Me thënë të drejtën, ylli është marrë më shumë me ato se ai është artist. Kështu që e kam lënë atit. Po mendoja që ylli ka zgjedh televizorin, po të aty të shohim ndeshjet. Jo, ju. Mos u thuaj edhe servisin e kuzhinës, ato të preferuar. Unë e pyes çka ka nevojë ajo, pastaj për stilin mendoj unë pak. Nuk të duket angari e madhe. Jo. Unë jam ana vizuale e çështjes. Unë kam studiu për skulpturë dhe kështu që Niki e respekton profesionin. Në fakt, në një rast që ky më mirë zgjidhi ti, se pastaj do ishte një debat nga fillimi deri në fund. Është e vërtet, ajo e di që është më mirë që unë ta kem caktuar, se pastaj ankohet. Jo, ja besoj shien atit më tak. Ka formula në martesë? Nuk ka receta në martesë, në kuptimin asnjë çështje nuk zgjidhet njësoj çdo herë,
Por nëse ka formula, atëherë do ishte ajo që tha Niki, përkushtimi pa më dyshje deri në vdekje. Sepse nëse ne kemi lënë të hapur derën për divorc, gjithmonë kur kemi mos kuptime, atëherë nuk do të detyrohemi të merremi me problemet deri në zgjidhjen e tyre. Që të mos përfundojmë Kështu atje. kjo është formula më e rëndësishme në martesë, përkushtimi deri sa vdekja t'ju ndaj. Ne dy keni bërë një përpjekje për ta promovuar, po themi, institucionin e martesës, edhe kjo broshurë që unë kam në dorë, e printuar në 30.000 kopje, është një mënyrë për ta promovuar institucionin e martesës dhe për të mos i treguar, dhe në fundit për t'ju zbehur të rinjve të sotëm para gjykimin që martesa është një burg i ëmbël, që është shumë i bukur në pjesën e parë të marrëdhënies, po pastaj shndërrohet në një marrëdhënie kompromisi etj. Çfarë bëni konkretisht për ta promovuar martesën? Takoni njerëz? Neve, kjo është një gjë që kemi bërë, kemi printuar 30.000 kopje të revistës edhe kemi shpërndarë në mënyrë masive. Jo vetëm në krye qytet, por në shumë qytete. Me një intervist interesante, inkuriose, edhe artikuj të shkurtër, por praktike në lidhje me komunikimi, me mos përputhjet edhe gjëra të tjera, kohë së bashku, romanca, gjëra praktike që mund të na animojnë të marrim një hap, se një investim të vogël besoj bën një ndryshim të madh. Por nga ana tjetër kemi aktivizuar shumë organizata, grupe, kishat të bëjnë aktivitete ngjarje gjatë javës së martesës, që të ofrojnë mundësi që një çift të shkojë të bëjë diçka të veçantë, të investojnë diçka për martesën e tyre, që ndoshta nuk kemi shumë kohë, nuk kemi shumë energji edhe e neglizhojmë her pas herë. Është një kohë që mund të bëjmë një lloj, siç kam thënë më parë, një kolaudim i martesës. Jo se duhet vetëm një herë në vit, por të zgjohemi pak të themi, si jemi ne, çfarë do bëjmë? Le të investojmë pak, le të kërkojmë pak ndihmë, të mësojmë diçka të re, që të përmirësojmë këtë gjë. Në fakt, jemi në 5 minutat e fundit të kohës televizive që është në dispozicion të Net 5-ve. Unë këtë broshurë e kam gjetur në studion e Radio Tiranës, disa ditë më parë, ndërsa bëhesha gati për të prezantuar programin që kam atje, dhe më bëri përshtypje një shprehje ndaj një produkti që edhe unë kam versin time të ditës. Të qëndroni gjatë në martesë, ngjan paksa me një filxhan kafe në mëngjes. E pi çdo mëngjes, por ende të shijon. Do me thënë, zhdukini nga vëmendja juaj ato historitë e tipit, se nuk ushqehet çdo ditë njeriu me grosh. Pse me kafe u sheka dhe shijon njësoj si ditën e parë, dhe martesa kështu duhet jetë, apo jo? Po, edhe unë mendoj që ashtu është, në qoftë se ti e duke investuar në martesën tënde, ajo do të shijoj çdo ditë, sepse për të them të drejtën, unë mendoj që martesa ime sot është shumë herë më e ëmbël dhe shumë herë më e mirë, si ishte në fillim. Në fillim ishte bukur ato ditët e parë ose muajin e mjaltin, por pastaj u hap çik sytë dhe thosha po, çfarë kam bërë? Sepse mendova që e njoh janë edin, por tani unë e njoh shumë më mirë, edhe është një gjë fantastike ku ke besim tek bashkëshortin tënd, që ai do më të mirën për ty. Edhe kjo është një bekim. Aq më tepër që besoj tani keni filluar të jetoni tamam, në kuptimin fëmijët janë të rritur, janë të pavarur, nuk është e nevojshme të çoni, të merrni etj, dhe keni më shumë kohë për njëri tjetrin. Po, patjetër. Por edhe kemi vendosur të kemi kohë për njëri tjetrin. Se kjo është shumë e rëndësishme. Një nga justifikimet më budallaqe që shohim dhe dëgjojmë çdo ditë është nuk kam kohë. Nuk kam kohë për të bërë këtë, nuk kam kohë për të bërë atë, nuk kam kohë. Në fakt nuk kemi kohë, apo s'duam ta gjejmë kohë. Ke kohë për gjërat që vlerëson. Gjithmonë. Dhe unë do thoja, është e vërtet ajo që thatë ju dhe që tha Jorida, që martesa është më e bukur në fund, sepse është si një vallëzim. Kur mëson të vallëzosh bukur, është ndryshe në krahasim me fillimin e çuditshëm të vallëzimit. Martesa duhet jetë aq e bukur sa një vallëzim i përsosur. Dance me to the end of love. Yes. Do më thonë, unë mendoj që një mendim për martesën si një vallëzim, do t'i bënte njerëzit mendojnë që për të vallëzuar duhet të mësosh. Për të vallëzuar duhet një ritëm, për të vallëzuar duhet dikush e ecën para, dikush tjetër duhet ecën mbrapa. Duhet punë, duhet mund, por është për një gjotë bukur, është për një gjotë mrekullueshme, të pakrahasueshme me asgjë tjetër mbi këtë tokë. A ju alodh dhe u angarkon trurin një martes dështake me të cilën ndeshni si histori nga miqt, nga të afërmit, nga familjarët, Niki, ju ngarkon me energji negative?
fakti që mund të dëgjoni një histori jo shumë dashamirëse për martesën? Po është e trishtueshme, po është realiteti që ka martesa është e vështirë. Shpëtohet martesa sipas mendimit tënd? Besoj që shpëtohet. Nëse ka vullnet, pra edhe nëse ka munguar për kushtime fillestar, po themi, vullneti i më vonshëm mund ta shpëtojë një martesë. Don punë, don mund, don durim, don për kushtim, po shpëtohet. Jeni të mendimit që mund të shpëtohet? Dhe ja vlen, jo vetëm që mundet, por është gjëja më e bukur që mund bëhet. Jeni të tjetë mendim që mund të shpëtohet martesa në rastet kur ajo ka krizat e veta, ka rrëzimet e veta? Po, patjetër. Kemi parë edhe njerëz që me vërtet kanë qenë live njëri tjetër për një kohë, për janë bashkuar edhe është një gjë shumë e çmuar. Unë ju falenderoj për mesazhin kaq të bukur që dhat në studio dhe shpresoj të shihemi përsëri, jo vetëm shkurtin e vitit që vjen, por kur ne të flasim për familjen, kur ne të flasim për prindërimin, kur ne të flasim për iniciativat e mira që kanë njerëzit dhe nuk e shohin martesën si një veprim egoist për të bërë trashëgimtar se një ditë mund të harrohet mbiemri. Është më shumë se sa kaq. Ju falenderoj. Ju falenderoj që keni qenë këtu mbrëmje me ne. Do të shohim bashkë një material të përgatitur nga gazetarja Katerina Kostrista, pikërisht në fokus të temës, dhe do të kthehemi në bisedë me 4 miq të tjerë për të folur edhe në pjesën e dytë për institucionin e martesës. Kemi folur sot për gjërat e bukura, tani në pjesën e parë, pastaj do të flasim edhe për shkaqet dhe elementet që e kërcënojnë institucionin e martesës, por që në përfundim të gjithave, kur pas ka vullnet, edhe këto shkaqe mund të shpëtohen duke e shpëtuar krejtësisht institucionin. Kthehemi pas pak minutash. Martesa është një temë e gjerë dhe mjaft komplekse. Ajo në kuptimin logjik mund të konsiderohet si një bashkim seksual i dy individëve të rritur, i njohur dhe i miratuar nga shoqëria. Në martesë të martuarit marrin role të reja shoqërore, kur i lindin fëmijët dhe e rrisin, me lindjen e fëmijëve, martesa shndrohet në një familje. Por si ka ndryshuar në ditët e sotme institucioni i martesës? Përmes përkufizimit të martesës, pretendohet se ky institucion ka qenë dhe do të jetë gjithmonë i njëjtë dhe ne na mbetet vetëm të konservojmë trashëgimin që na ka lënë tradita. Por globalizimi i cili është përfshirë në shumë sfera të jetës, duket se ka prekur edhe këtë institucion dhe kjo duket nga fenomeni i bashkëjetesës ndërmjet një çifti. Martesa nuk është një institucion i krijuar një herë për gjithmonë. Koncepti i saj ndryshon në bazë të rrethanave dhe kontekstit shoqëror. Me ndryshimin në mënyrën së jetesës, natyrisht ndryshojnë edhe proceset e caktuara jetësore. Ky ndryshim ka qenë gradual, kështu që në kohët më të hershme, çiftet janë njohur vetëm në natën e parë të martesës. Me kalimin e kohës, me evoluimin e shoqërisë, janë bërë lehtësime në këtë drejtim, duke e bërë më të afrueshëm bashkimin e dy individëve. Sot jemi dëshmitar të asaj që martesat në shoqërinë tonë kanë arritur deri në atë mas, saqë shumica e rinjve sot bashkëtojnë për të njohur më mirë karakteret e njëri tjetrit e më pas të marrin hapin e rëndësishëm duke kurorzuar me martesë. Ky fakt shihet qartë edhe në nivelin mesatar të moshës së martesës. Por sot institucioni i martesës po has një tjetër problematik. Martesat e të njëjtit seks, a duhen lejuar apo janë të papranueshme? Historia tregon se ndër llojet e pasura të martesave, që nga monogamia, poligamia deri te poliandria, poligjinia, kanë ekzistuar dhe kohë më parë. Kriza e institucionit të martesës është një fenomen që ka prekur thuajse të gjitha vendet europiane dhe në një farë mënyre duket si ka rënjët pikërisht të mënyra se si ky institucion përkufizohet nga shoqëria.